Duket se betejë për mbajtjen pastër të pyllit të sodës ka dështuar. Pirgje me mbeturina thuajse në pjesën më të madhe të pyllit të sodës vijon të jenë ende prezente, por jo vetëm mbeturina urbane, por edhe inerte apo edhe orendi shtëpiake deri tek pjesët e këmbimit të automjeteve. Këtu ndodhem në një territor në të cilën është nën jurisdiksionin e Agjencisë së Zonave të Mbrojtura, pasi pylli i sodës është në administrim, një pjesë e bashkisë dhe një pjesë e zonave të mbrojtura. Siç e shkoni dhe na pamjet, mbeturinat janë kudo. Duket se betejë për të mbajtur të pastër pyllin e sodës ka dështuar. Në shumë zona të tij, sipërfaqet e tëra janë mbushura me mbetje nga më të ndryshmet, duke nisur nga mbetjet urbane dhe inerte dhe deri tek pjesët e mjeteve dhe materiale të tjera të hedhura pa kriter. Pavarësisht aksioneve të herpashershme të pastrimit dhe thirrjeve për ndërgjegjësim, pylli i sodës vijon të mbetet një nga zonat më problematike sa i përket ndotjes midisore. Në shumë pika të kësaj zone mbeturinat janë depozituar prej kohësh dhe vijojnë të shtohen, ndërsa mungesa e kontrollit dhe masave ndëshkuese ka bërë që situata të përkeqësohet vazhdimisht. Problematike mbeten si zonat që administrohen nga bashkia, por kryesisht ato që janë pjesë e zonave të mbrojtura. Hedhja e mbetjeve vijon të kryhet pas një kriteri dhe pas shqetësimit më të vogël nga individët apo subjektet që i depozitojnë ato. Pamjet që të ofron sot pylli i sodës janë larg asaj që duhet jetë një hapësirë e rëndësishme natyrore dhe rekreative për qytetarët. Duket se institucionet përgjegjëse mbeten të pafuqishme për të reaguar në mënyrë efektive, edhe pse në disa raste janë ndërmarrë aksione sporadike për pastrimin e zonës. Këto ndërhyrje nuk kanë sjellë ndryshime të qëndrueshme. Në fakt, realiteti në terren tregon krejt e kundërtën, pasi mbetjet vijojnë të jenë të pranishme në shumë pjesë të pyllit. Zona e pyllit të sodës konsiderohet si një nga hapësirat më të rëndësishme natyrore për qytetin e Vlorës, ndaj gjendja aktuale përbën një shqetësim serioz, jo vetëm për mjedisin, por edhe për shëndetin publik dhe imazhin e zonës. Pa një angazhim më të madh institucional, kontrolle të vijueshme dhe ndërgjegjësim, rrezikohet që kjo pasuri natyrore të vijojë të degradohet edhe më tej.